Ç'mendim ke për situatën e Arnoldit dhe Katerinës? Unë nuk do flisja specifikisht për persona, por unë do thoja që vitet e fundit, ose mbase këtë vit, unë nuk kam parë më përputhen si çka qenë kohën time. Unë përshikoj një emision, ku le ta them, shkojnë persona që nuk duhet të jenë aty. Duke parë që nga fjalori, ose duke parë edhe veprimet çfarë kanë bërë aty. Janë disa gjëra që unë mendoj që një njeri duhet të ketë karakter. Ka shumë persona aty që nuk kanë karakter. Ka shumë persona aty, flas për vajza, se për djemt nuk i kam parë. Ka shumë vajza aty që shumica djemë thonë që futen në përputhen për tritur çmimin. Mund të them edhe janë eskorta me një çmim caktuar, futen në përputhen për tritur çmimin, për ta çuar çmimin më lart. E di që është shumë e madhe kjo për ta thënë, por puna që është realiteti. Ky është realiteti. Shikoni intervistën e plot dhe na bëni subscribe në kanalin ton në YouTube.